Përshëndetje Fatmir Varaku, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje Artur, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kemi një karrierë shumë të madhe, shumë të gjatë, shumë të pasur. Diçka shkurtimisht, çfarë mund thoni? Për karrierën time, ja kom fillu prej moshës 17 vjeçore, ku u ko një pasion i imi për historik mi shpash në mënyrë vizuale, mi tregu në mënyra vizuale. Fillimi im ka qenë tu angazhu në disa projekte të vogla kreative, më thonë. Pastaj tu avancu dhe kemi fillu si gjimnazist, me dy shokët mi kemi bu një film metrazhi të shkurt, që ka qenë film për kohën atëherë kur u djegshin ditorët nga nxënësa, edhe kemi marrë një iniciativë mi bu një film që ka një mesazh të mirë edhe tregon pse s'duhet më bëhet ai veprim. Edhe prej atij filmit ka qenë shumë i pëlqyeshëm si nga moshatorët tonë atë kohë, njerëzit matritën që u marrë me filmin e me këto, edhe thjesht vish kum vazhdu me punu projekte edhe ma serioze edhe ma të avancune, edhe kum punu masi në për media, në për shumë televizion në Kosovë, po ajo pasioni jam është e fillimit filmi, që shak më nisë edhe si i ri. Atëherë, si ju ka ndihmuar teknologjia, tashmë është e avancuar, në realizimin e filmave? Teknologjia Artur më ka ndihmu shumë, për shkak që njonin anë edhe mi shprej imagjinatën time, mes me pas kufizime, po edhe nëse ma herët ka kushtu ta zojmë kamerat, setet e gjirimit, çdo sa ka qenë shumë e shtrajt për më realizu. Në ditë e sotit është mundesh me realizu me një kosto shumë ma thirr, edhe mundesh me shfaq kreativitetin tonë shumë ma mirë, për shkak të teknologjisë që vish u avancu dhe orë deri në këtë nivel që është sot. Juve jeni marrë dhe me animacione 3-dimensionale, 3D. Kjo eksperiencë, si ju ka ndihmuar tashi në punën që bëni? Animacione 3D dhe 3D-ja si profesion më ka ndihmu shumë, për shkak që më ka ndihmu në atë aspekt mi kuptu dhe ma shumë hapësiren, dritën, lëvizjet e kamerave, so që do më thonë tashti në bazë 3D-s që vish kum punu dhe punoj alo me 3D, unë kom shumë të qartë kur du me paraqit diçka në mënyrë vizuale, qoftë në film që punoj ose në një projekt tjetër që lypet për me punu si reklam ose diçka. Po më ka ndihmu shumë në këtë aspekt. Atëherë, mund të thuash diçka publikut që nuk e kupton, po themi ne, se si funksionon tridimensionaliteti. Pra nëse neve na duhet që të bëjmë një filmim në një dhomë të caktuar me 2 apo 3 kamera, si mund t'ja shpjegosh të publikut? Muj me shpjegu, në fakt, unë e kom një mendim tjetër, Artur, sa i përket 3D-s. Që e kom bisedu dhe me shumë kolegët mi që punojnë 3D, që unë e mendoj që 3D që punojnë ende nuk është 3D. Pse nuk është 3D? Se nëse një objekt ose një dhomë tridimensionale që mund mi po nga gjitha kantet, 3D që punojnë, na punojnë me një monitor kompjuteri që është 2D. Edhe na një objekt e rrotullojmë në disa kante mbrapa një projekcioni 2D. Është kufizuar. Thjesht unë mendoj ma shumë është një iluzion i 3D-s, se sa që është vetë 3D. Se nëse kish me qenë 3D, edhe mënyra ku kishim punu çdo është me qenë mi po na në 3 dimensione, jo në 2 dimensione, që në fund ajo finalja shfaqet në televizion, që 2 dimensional, jo 3 dimensional. Edhe për këtë arsye, publikut më thonë që 3D-ja na ka ndihmu në atë aspektin mi shfaq disa perspektiva, qoftë një objekti, qoftë një skene që kena dosh me realizu. Po, mendimi im final është kë për 3D. Unë mendoj që alo nuk është 3D. Është, nashta kisha mujt me thonë 2.5D. Po. Se apet në fund shfaqet me një projekcion 2D. Që ajo që na e punojmë 3D, e punojmë apet në
Diçka rreth filmit tuaj të fundit, sapo ka dalë? Çfarë mund thuash? Po Artur, ky filmi I fundit është një film që e kum punu për me marrë pjesë me një festival në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një festival që është si kusht me bu një film me artificial intelligence, 1 minutë deri në 3 minuta. Domethënë nuk mundet më kon më shkurt se 1 minutë, po as më gjatë se 3 minuta. Si temë, si ide, e kum pas edhe më herët, e kum marrë një temë që flitet shumë për jashtëtoqësorët, për ne, që ata janë më të avancuar, edhe unë e kum marrë për një perspektive tjetër, e kum paraqit çka nëse jemi rënë në kontakt me jashtëtoqësorën, edhe jemi hitu I ekzaminu të I zbulu qysh ata janë. Na përmendojmë që ata janë shumë më përparuar, po shka nëse edhe ata e kanë marrë një njeri, qoftë qysh më thonë, nëse e kanë marrë një njeri, janë të ekzaminu dhe janë të e këshirë që na funksionojnë, edhe shka nëse edhe ata mendojnë që na jena shumë përparuar, ma përparuar se ata. Po. E kum marrë këtë temë se unë mendoj që njeri është shumë kurioz. Edhe kurioziteti na çon në këto me mendu që dikush tjetër gjithsesi më I përparuar se na. Po ku marrë shkak nëse dhe ata njëjtin sa në mendojnë për ne, edhe thjesht na vish nuk taku. Pse s'është e mundshme na mund taku. Po unë mendoj që ekzistojnë. Jashtëtoqësorët aliena. Po. Qysh I thirrim na. Po. A ka bashkëpunime në fushën mediatike dhe kinematografike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës? Në mënyrën si financiare, si për me bashkëpunu Shqipënia dhe Kosova, edhe në fundit na e kemi një gjuhë, jemi një kom, edhe për shka mes me bashkëpunu edhe me bo diçka edhe ma të mirë se so që kemi deri tash. Po, unë Artur e bëj një pyetje shpesh edhe kum bisedu dhe unë jam rrit me filmat e Shqipërisë, filmat që në shfaq nga TV-shja, se na para luftës e kemi pas mundësin vish TV-shmi, po. Pyetja jame që e bëj shpesh për shka shumë ma herët në Shqipëni, ka pas shumë filmat mirë, ka pas shumë aktorë, profesionista, ekipe të mdoja që kanë bo nashta filma çdo vit, se nuk e di që shën realizu. Po tashti nuk ka. Në realitet I çdo është me qenë më avancune në ditë sotit, kinematografia, filmi në Shqipëni, se për Kosovë mos folim për shkak okupimit, luftës, se këto nuk kemi kemi një ndalesë, kemi një ndalesë. Po unë mendoj që ka hapësinë dhe duhet edhe më shumë me pas, më thonë, për krahje, për bashkëpunim. Si shikon Fatmiri televizionin sot? Televizionin sot nuk e shoh me një sy që shë kum pa më herët. Unë tregova që dhe vetë kum punu në televizore, për shkak që mendoj që televizor ka kalu me një muj me thonë rënd ose fast katërt, për shkak rrjeteve sociale, për shkak edhe publiku po don diçka më shpejt. Po. Diçka më qysh me thonë, diçka më nuk unë e shoh që nuk po kanë po më njerëzit më mi po një emision gjatë. Filmin e kum po që dhe në film nuk po kanë shumë ashtu, muj me thonë një herë pa për me po. Edhe televizionin mendoj që I çdo është me punu për televizion, çdo e thom shumë shpesh. Përderisa televizorët po I shoh që punojnë më shumë për rrjetet sociale se sa për televizion, atëherë njerëz nuk kanë arsye me pa televizorin. Po shumë thjesht e kanë më afër një telefon që e kanë në dorë dhe koncentrohen aty. A nëse televizori kish pas një përmbajtje të rrjeteve sociale, unë mendoj që njerëzit ishin punë më të interesuar, se kishin pa diçka tjetër në televizion. Nëse televizori bën çka bën rrjetet sociale, mas një hup edhe interesimi. Për që ato nuk kisha më njëjtë televizorë që kanë qenë, se ma herët televizor ki mujt me pa edhe me mësu shumë sa. Në ditë sotit nuk shane I përmbajtje, jo. Që me thonë, që mund është dhe shumë me mësu, ose me
Pra, mendon ti se rrjetet sociale do jenë televizioni së ardhmes ose mund të jetë një, po themi ne, krijesë hibride ndërmjet televizionit dhe rrjeteve sociale? Si e mendon televizionin e së ardhmes? Televizionin e së ardhmes, unë për rrjetet sociale veç e thashë, unë mendoj që veç rrjetet sociale e kanë zonat vendin e televizionit, si Facebooki, YouTubei, Netflixi e shumë tjera. Unë mendoj që rrjetet sociale veç e kanë zavendësu televizionin farmase. Televizion shka ku mujt me kuptu edhe prej se unë kohëve të fundit nuk kam edhe shumë kohë me po. Shka ku mujt me kuptu edhe prej tjerëve që në televizion për cilën ma shumë lajmet edhe lajmet për cilën për gjeneratave ma të vjetra. Që veç ju ka merë si një farë rutin, po. Po, për me po. Po nuk ish dash kështu me punë. Unë mendoj ndryshe dhe e thash edhe ma herë, televiziori ish dash mi pas një përmbajtje që shë ka pas shumë ma herë. Unë se kuptoj këto pse tu që me thonë koha vish tu hecën kohë e tu metë edhe ma mbra. Kanë si me përparu dhe mu avancu ma shumë televizion. Nga televizorët ma herë kemi pas, do me thonë jemi uli kemi po, edhe kemi pas shka me po. Kemi po njerës që kanë pas krijimin, kanë po krijimet, ju konë shumë talenta në punën e vetë, ta shojmë, edhe njerës që nuk e dim edhe pse janë aty thina. Shkjo mu nuk më pëlqen kohëve të fundit, edhe mendoj që ish dash televizorët një rishë ku brenda vetës, një krej standardin, kriterat, që mos me leju që me ra televizori në zero. Se vish unë e shoh që vish ja ka fillu me ra ashtu. Pse nuk kemi në një platformë si Netflixi në Shqipëri dhe në Kosovë? Ose në vendet shqipfolse, po themi ne. Pyetje mirë, po edhe pak komplekse, Artur, për shkak që me pas një Netflix shqiptar, normal që duhet iniciativa mas pari, duhen fondet për mu hap, po unë e mendoj që edhe nëse është iniciativa dhe fondet, duhet me pas përmbajtje për me mbush Netflixin shqiptar. Unë kësha thonë është ta ma mirë pse nuk të ka filma shqiptar ma shumë. Që kjo ishtë është pyetja mu bo se nëse ma herët ka pas shumë filma, atash nuk ka, do më thonë se dhe nëse këshim hap Netflixin, ajo duhet mi pas përmbajtje, me mbush Netflixin tonë. Nga përmbajtje që shpeshan nuk kemi edhe shumë. Po, kjo më nëj që jenë edhe si pasoje mos përkrajes shtetit mas pore, se kur nuk përkrajem financiarisht, edhe normal që nuk muj me mundësi tona deri diku me bo diçka. Po, jo me bo filma prodhime të mdoja si që më bo dhe ma herët në Shqipëri. Po, si mendon ti, Fatmir, i kemi ne, po themi, burimet njerëzore, aktor, regjizor, teknik, kameraman, Kosovë, Shqipëri, kemi ne këta njerëzit që mund të bëjnë, po themi ne, filma, si që bëshin për para në 10 filma, apo 5 filma, një numër i caktuar filmash. Janë njerëzit? Unë mendoj që janë, po edhe këta njerëz që më demotivu. Pse më demotivu? Për shkak që edhe ja për ceki nuk ka përkraja shtetit, edhe shumë thjesht e kam po që nëse je aktor, nuk mësh me pas përfitime në Kosovë dhe në Shqipëni për folin dy vend. Edhe thjesht nashta prej pasionit veç që e kanë aktrimin, kamerën, të gjitha pjesë që janë për me bo një film profesionet për folin, e kam po që me këtë punë nuk për mundë me arrit as me jetu. Edhe thjesht në detyru me dojnë në profesionet tjera për me mujt me mbjetu. Që kjo për thonë, nëse s'është përkraja, sot do që kemi njerëz profesionist, kemi shumë talenta, ato nuk e dyshoj. Do me thonë, këta njerëz ju detyru me bo diçka tjetër për shkak mos përkrajes, mos financave, mjeteve materiali, që thjesht në vendet tjera është ndryshe. Ti mu kun aktorë një privilegj i madh, ki përfitime të mdoja, përkraje të madhe prej nuk është vetëm prej shtetit, prej kompanive, sponsorave, pse se është interes gjithë mu bu një film, një diçka që dhe mi mësu tjerët, dhe mi jap tjerëve diçka të mirë me po, të na fatkeqësisht pëndodh e kundërta.
Atë kemi në fund bisedës, Fatmir. Kemi një mesazh për publikun? Mesazh për publikun. Mesazhi për publikun është që mi përkrah sa më shumë filma vendor. Se publiku është ai forca që na punojmë edhe bojmë diçka për ta. Foli komuniteti I artistave. Po, une më pëlqen edhe një thoni Artur, që thot filmi nuk vdes në momentin kur mbarojnë titrat në ekran. Po vdes kur kërkush nuk foli edhe nuk e shikon. Kështu që publiku kisha thonë që një përkrahje sa më të madhe për filma edhe vendor, edhe mendoj që kështu së bashku kena me përforcuar më shumë filmin në 2 vende, Kosovë dhe Shqipëri. Fatmir, ju uroj suksese dhe ju falenderoj për bisedën. Faleminderit shumë Artur, dhe unë ju uroj suksese juve. Faleminderit për ftesën.